Pse heshtim ne? Pse heshni ju të nderuar kolegë për faktin që një shtetas shqiptar është marrë peng nga një regjim gjenocidial dhe mbahet në kampe torturash nga ministri fashist Ben Gvir. Duhet shtroj pyetjen se si ka mundësi që qeveria shqiptare hesht teksa një shtetas shqiptar Baki Goxha i është marrë peng në shkelje të gjitha drejtave ndërkombëtare, në ujëra ndërkombëtare, së bashku me 10 aktivistë të tjerë nga mbar Evropa, duke çuar ndihmë humanitare në Gaza. Ndërkohë që kryeministrat apo ministrat e jashtëm të vendeve tjera si të Francës, të Spanjës, të Holandës, madje vetë Giorgia Meloni e Italisë, kanë thirrur ambasadorët izraelian të vendeve përkatëse për të dhënë llogari, madje për të kërkuar falje për qëndrimin dhe ato shfaqje të turpshme që ka dhënë shteti i tyre. Atëre, unë shtroj pyetjen, pse heshtim ne? Pse heshni ju të nderuar kolegë për faktin që një shtetas shqiptar është marrë peng nga një regjim gjenocidial dhe mbahet në kampe torturash nga ministri fashist Ben Gvir? Si ka mundësi që nuk reagoni dhe ç'do të bëni nëse e njëjta gjë do ndodhte që të merrej peng një shtetas shqiptar në dedin mesdhe jo nga izraelianët, por nga rusët apo nga iranianët? A do nënshkruhet atëherë rezoluta për t'i shpallur shtetet terroriste? Atëherë pse s'flisni tani? Si ka mundësi që heshni? A jeni krenar me faktin që kryeministri i këtij vendi, Edi Rama, shkoi në shtëpinë e Benjamin Netanyahu dhe u porul para tij përpara një njeriu që kërkohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza nga gjykata penale ndërkombëtare? A ndjeni krenar për këtë gjë? Si ka mundësi që nuk reagoni? Për çfarë, nga kush keni frikë, nga çfarë trembeni? Apo pretendoni se po mbroni interesat e shqiptarëve? Shqiptarët i kanë mbrojtur interesat e tyre, kanë ditur vetë të dalin zot të interesave të tyre dhe të pozitës tyre atëherë kur kanë vënë jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur hembrejt në luftën e dytë botërore. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës Bakiut, sepse është pikërisht ai që është ambasadori më i mirë i vlerave shqiptare nëpër botë sot dhe askush më shumë se ai nuk e përfaqëson Shqipërinë në këtë sallë. Kështu që nuk mjafton që të kërkojmë me kortezi nga qeveria izraeliane se çfarë po ndodh me të, por duhet që qeveria shqiptare dhe ministri i jashtëm shqiptar të thrasë menjëherë ambasadorin izraelian dhe ta vërë atë përpara përgjegjësisë, ta detyroj të mbajë përgjegjësi dhe kërkoj falje për krimet që po ndodhin në Gaza dhe për trajtimin që i ka bërë shtetasit shqiptar. Faleminderit.